Geografikisht, për Tiranë kur fa problemi s'ka. Këto është problemi se kjo është logjika që të cilët serb mundohen ta përçojnë te populli shqiptar që na kemi problem me kosovarët. Po problemi është me shqiptarët në përgjithësi. Serbia ka tentuar edhe tenton vazhdimisht me mbritje Shqipëria përmes kurrizit Kosovës. Nuk e ka problemin me Kosovën. Ai e ka problemin me Kosovën për shkak të kufinit. Se nëpërmjet Kosovës e drejta në Shqipëni del, se shqiptarët e Shqipërisë as më pak as më shumë se na s'kan kur gjë. As na më shumë as më pak se ta skemi. Por na jemi një. Kjo është logjika, sepse ata kur ata s'po dojnë, kush s'po dojnë? Shqiptarët e Shqipërisë. Ja, po dojnë, kush ka thonë ti s'po dojnë? Ka bëmi. Në bazë të veprimeve që po i bëjnë. E po tash është problem. Në bazë të veprimeve që po i bëjnë ata. Dëgjom, Lorik, vendimi i Shqipërisë zyrtare nuk ban me u barazu asnjëherë me vullnetin e popullatës shqiptare. Kjo është një gabim. Po më do të thotë se kishin një glamurin e uçkës. I ke po tifoz për shembull e Shqipërisë që kanë dalë dhe kanë protestuar vazhdimisht edhe kanë shfaq paknaçi që nuk është e lejuar me hyrë në stadion. Ata janë mosa. Po se që ka lyp. Këtu është problemi. Po jo, këtu është problemi se pastaj po përzin. Unë mendoj që populli shqiptar, njerëz, domethënë shqiptarë që jetojnë në Shqipëri, ata janë me neve, janë për neve. Mirë, po problemi që ndron që forca tjera i kanë bind krerët e institucioneve më të larta shtetërore që kjo ndeshje me organizu pa na i trazirë në mënyrë që gradualisht, sepse nëse ndodhe 4-5 herë ti takohesh me Serbinë dhe s'ka asnjë incident, atëherë ti e konsideron ndeshje normale. Fillon edhe normalizohet kjo punë. Vjen për ditë kombëtarja e Serbisë, këto lul, ata kanë bërë bashkë me organizimin e 2027. Ata kanë me bë bashkë organizimin e 2027. Veç po do të thonë një artikull që në premedja në Serbi, që ka shkruar një gazetar në B92 që është një prej portaleve të Serbisë, ka cek jemi të befasuar me ato që ka ndodhur në Shqipëri, shqiptarët e Shqipërisë nuk janë si ata të Kosovës dhe të Metohijës. Domethënë që kjo ka qenë një farë prezantimit që ne kanë bë jo vetëm në media që përmenda. Domethënë kanë mbetë befasuar që s'ka ndodhur asgjë, se ndryshojnë shqiptarët ose këta që në Kosovë. Ajo është logjika se ti e po edhe paraqitjen mediatike, veç se mendoj që kjo është shumë e rëndësishme. Paraqitja mediatike e trajnerit edhe e kapitenit të Serbisë është krye këpët strategji shtetërore. Nuk janë ato fjalët e trajnerit. Një serbit nuk i besohet fjala, një serbive veprën të dush mja këshyrë. Qa mëna nuk i tashti kur të flenë shëndrohet me një kafsh tjetër, jo kështë, e veç është të flenë. Momentin e parë që i vjen rasti, ai e bën ato që për çka thirrët. Në qoftë. Tani. O bajtohesh me atë që çfarë po thotë Blendi? Që është shumë e rëndësishme me potencu është që rregullat e FIFA-s edhe UEFA-s e tha shumë mirë Hodaj që këto simbole nuk janë ndaluese, e përcakton shumë mirë edhe shumë rregull. Po na qatë që kena kriju kushtet e mira dhe të favorshme kombëtarës Serbisë për me ardhur me lunin ndeshje, jam për atë rregullore me zbatu, jam për atë fair play në sportit, sepse sporti është një urë që i lidh, këto në rregull, po qatë që kena dhënë a favor kësaj loje, sa që brenda fushës kemi qenë edhe të zbet. Aspekti psikologjik i ngarkesës të organizimit, edhe ngarkesës për me dalën mi ofendue flamujt edhe simbolet tona që i kemi kryua me gjak, i kemi anashkalue të kryu favor të kombëtarës sërbe. Që për ma një shembull shumë thjesht, ku ata thojnë në një faqe tyre që në Tiranë kanë zbritër shqiponjat e zeza, për shqiponjat e sërbe kanë pas fjallë. Edhe thëtë që në Sërbi ju presin shqiponjat e zeza me thektra. Do më thonë, ai po ta kryon minjere atë feedbackun që ka me të prit atje, jo mënyrën qysh ti po menon mi kriju kushte për një ndeshje, edhe në ti i ke kriju favor ati me kriju një loj. Pe marë për shembull të lojtarët, edhe të shtabi teknik edhe në përgjithësi. A disa kanë ndikue. As një duel sportiv nuk e kna pas mrena lojës. Para me në që fan ndeshje ka qenë ajo, lojtari mbrojt si krahët majt e godet brojen, edhe qetë në tokë, edhe na presëm jo luft,
Po presim luftë sportive, angazhim, edhe prap adrenalina zero. Domethënë te në atë mos ka ndikue politika e jashtme mrena sportit, sa që ke kriju rrethonat që na kena mujtën, edhe pse kanë lutë shumë mirë, kena mujtë edhe ndeshin me up. Nuk ka pas duele, nuk ka pas angazhim, nuk ka pas adrenalin, nuk ka pas vullnet, gjithçka ka qenë okull. Deri sa mu okull ka qenë edhe ai lojtari që ka godit penaltin. Para menoni asnjë adrenalin. Shikuesit që kanë kriju atmosferë, është krejt normale. Ata shikuesit që kanë kriju atmosferën të jashtëzakonshme. Po a kuptoni çfarë adrenalina do të krijojshin shikuesit kuqezet që janë autokton që vinë i përcjellin ndeshje të shijnë, borë, diell, ftoft e në gjitha ato kohë. Domethënë, gjithçka na jena tu e neglizhu vetveten. Mënyra që po veprojnë na është e domshme, është jo fair play për vetveten. Se momentin ti kur nuk e don veten, s'mosh me dorë tjetrin. Nuk mundesh me arrit. Keni mu bin ndeshjen e kthimit, keni me pa çush ka me qenë. Nuk besoj që ka me qenë kjo mënyrë e pritjes. Kjo mënyrë ndoshta në fush ka me qenë ai fair play, po ka me qenë duele të ashpëra, luftë të ashpër, ka me qenë fitoria e kërkuar me çdo kush. Qofse tenton me fitu lojën, ndoshta mund ta fiton Shqipëria një lojë atje, po ka mu has në vështirësi edhe në duele të ashpërta, edhe në gjithçka kanë me përdorur në mënyrën më të keqe të mundshme. Ajo çapo më dhem edhe çap. A duhet bëmë edhe nesi ata trajnera? Jo, nuk jo. Qëre, minjarë po kuptojnë atë diçka. Unë jam i respektu regullat, se e tha shumë mirë të Hollandi. Unë jam mirë respektu gjithçysh, jam krejt rregullat mirë zbatu, ama jobre se qëre, një kombëtare Shqipërisë brenda për brenda i ka të gjithë djemt shqiptarëve, të gjitha të rojeve shqiptarëve. Ai është një farë forme është përfaqësuese e krejt shqiptarëve të 5 vendeve që jena që në Ballkan. Domethënë, është diçka që ndeshjen e fundit Zvicër-Serbi, kualifikuese që ka qenë, në Zvicër tifozët e Serbisë kanë tentuar me koll flamurin shqiptar, edhe në stop kanë pas flamëj me ato flamëjt e famshëm tyre Kosova, Serbino, Sarandere, çajna ato. Po rasti kur është në Rumani apo është dënu 73.000 funte. Edhe dy ndeshje pa praninë e tifozëve në ndeshjen musafir, gjë që rezultoi edhe dje. Ajo çapo nëse ti më simbolet tua për 70.000 euro e krijon përçorje mes veti, për mua është në rregull. Sepse për 70.000 euro nuk ja vlen me mohu flamurin e UÇK-s që e than këtë këto po pajtuam që u vu me gjak, edhe është një simbol që është shumë i shenjtë për ne si shqiptar. E pa dokun një situatë te Golauti, te topi kur dul jashtë vizë fundore, ke në aspektin psikologjik i përgatitën doku dhejqe. Nuk reagoj, pat edhe zgjatje dorës. Po e pat në anën e kundërt kur i ndihmoi defanzivën atje, kanë gjendje doku me hongër lojtarin tjetër. Domethënë, nuk patëm përveç doku që hini atë adrenalin, atë forcë që kërkuat. Njerë kapi mikrofonin e tash aty munau me çu lojtarin pej tokës, s'është asaj. Tash nëse ina ashtu se mos i godosën futbollistat. Mbrana via bordha është një luftë që kërkohet burrim. Pyetjen, hajt pyetëm për ta Hollandin. A mendon